Po mirë, kishe frikë që këta, se praktikisht po vinin njerëz me njohje, po ignorant që s'dinin. Ndërkohë në dorë të tyre ishte aviacioni, ishte një... Po ku shpyet tash atje ti Rudina, nga, më falë, unë të them diçka, ish drejtori im, ish pedagogu im i shkollës, me fjalë, ishte vërtet, ndofta ishte i djath, po ai ishte inxhinier, ishte mirëfillt, e krijovi grupin e çunave të rinj që i mori, trajnovi, kualifikovi dhe tha, juve jeni kompetentë kësaj pune. Dhe kur vinim në mbledhje, apo që shkonim neve haqim me Lockheed Martin. Me fjalë, i thosh Lockheed Martin, kjo punë nuk bën edhe na besonte. Në ke parasysh, krijovi atë grupin e punës që gjithë secili ishte kompetent. Okej, në vërtetë erdhëm nga shkolla, ishim të rinj, dhe ashtu duhet bërë, duhet trajnuar i riu, duhet mbajtur, po. Jo mbasi e trajnoni, thua, jo po ti nuk je me këtë sepse je me PS-na Lesina whatever. Vetëm sepse i duhej vendi yt i punës, sepse ishte një vend që paguaj shumë. Sepse ishte paguajshë shumë, vetëm kaq. Më them drejt. Vetëm kjo që arsye. Edhe na i doli nami aty, u fol shumë. Nuk e di tani kush është, po edhe tani, ja madje mbaj mend një herë. Tash është maskarat komplet. Me thënë drejtën. A pse tani e ke iden kush është aty dhe çfarë bën? Po e di se e kam ide se akoma i kam ato shokët që kam pasur dikur, flasnë, ne komunikojmë me ata, po jo se më intereson shumë, e ke parasysh kam tjetër tash, kam tjetër profil mirë. Përsëri kështu është, tani duhet të jesh me PS-n që të rish aty? Po? Normalisht. Duhet të jesh me PS-n. Nuk dua të përmend emra sepse kjo do dalin në YouTube dhe njerëzit duhet ta shohin, po ata që janë drejtuar sot atje më përpara i nxjerrin për jashtë nga zyrat se nuk di për këtë punë. Po mos e kanë mësuar. Po s'ka rëndësi s'mund të mësosh zanatin aty Ordina, nuk bësh gazetar me të mësuar rrugës, po s'patë bazat, po s'patë themelet. Të marr vesh, domethënë s'të pëlqen fare ajo shkela. Ose inxhinier. S'të pëlqen ajo që është këtu, domethënë që është aktualisht. Nuk më pëlqen, me thënë drejtën. Unë shpeshherë kam pasur, nuk kam dilemë, me thënë drejtën, sepse kam ndërtuar jetën këtu edhe nuk dua të ktheja fare, me thënë drejtën, edhe këtu e kam vërtet me vështirësi, me shumë vështirësi, nuk është kollaj, kam filluar e dinja, me thënë drejtën, sepse vllai im i tregovi gjërat që në fillim, edhe që kam marrë në fillim kur në radhë amerikane, patëm një bisedë me bashkëshortën time, tash e dashur tash si do bëjmë, do rrim apo do ikim. Se ke parasysh është ndryshe kur vjen me letra, ndryshe kur vjen me një çantë me nuk hyra nga dera, nuk hyra nga dritar, hyra nga dera, ke parasysh. Edhe në atë moshë kur kam marrë unë isha 32 vjeç, tash jam 45, më thënë drejtën. Edhe të dy me bashkëshortën tham disi shpunat po. Ta fillon nga fillimi, çfarë që tjetë, jemi të rinj, kisha djalin 4 vjeç atëherë, sakrifikuam 4, faktikisht gati 5-6 vjet derisa morën pasaportën, se kur merr pasaportën hapen dritarë, pas hapen diçka gjëra të tjera. Ka një nivel tjetër, më thënë drejtën, në punët që janë vërtet punë që e ke parasysh inxhinieri, ose punë tjera për shkakun punosh. Unë kam punuar edhe kam bërë dhe ato kabllot e F35-ave, si inxhinier dhe tregoj një histori kështu të këndshme. Fabrika që prodhonte kabllot, me fjalë dërgoheshin në Spanjë, aty ku unë kam qenë, si thua, përdorësi kabllove në radarit në Rinas, në Porto Romano. Edhe menaxherit i thash, "Ore, shikoj se unë kam qenë tash një nga ata që kanë përdorur këto kablo tash, me thënë se dukshin ato ku shkonin ku dërgoheshin, se ishin pjesë e sistemeve." Me fjalë Indra në Spanjë. Me fjalë nga përdorues kalova në prodhues të tyre kabllove të E kuptoj. Kështu që i kalove të gjitha fazat. Domethënë Shqipëria me të mirat dhe me të këqijat të vinte përballë. Po, gjithmonë kam pasur edhe qeshnja dhe bileset edhe me ish pilotët që janë sot të helikopterave. Atje thosha dje makinit si të shohtemi ish pilotët që janë, ose që janë pilota aktualisht. Gjithmonë kjo media sociale ka krijuar atë afërsinë me njëri tjetrin, gjithsesi paçka se ti je larg për 12-13 vjet për shembull, me ata që ti ke kontakte, ti jep atë mundësi të komunikosh edhe i thosha shokëve të mi pilot. Ora mos keni merak sepse kablot po i bëj unë dhe e di se kush e përdor. Me fjalë, ju jeni dorë sigurt që këto kablo, ato që transmetojnë sinjalet që transmetojnë juve, njerëzit që keni atje janë dorë sigurta. Edhe ndërtet nuk është, por e ke parasysh, kjo më shtyvi mua që unë reagova nga Shqipëria. Më vjen keq, më vjen shumë keq, më thënë drejtën, edhe akoma nuk kanë ndryshuar gjërat. Me fjalë, nuk jam për atë, për anë ekonomike, ana ekonomike dohet kudo. Dhe
jam edhe në krahun tjetër që njerëzit këtu vinë punojnë, bëjnë punë nga më të rëndomtat, edhe prapë në Shqipëri janë Dembela, pse nuk shkon të punosh 2 punë. Unë kam bërë 2 punë, bashkëshortja ime ka bërë 2 punë, kam larë pjatat, kam larë gjithçka. Pse mos e bësh njëjtën gjë në Shqipëri? Por më lërë që unë të eci përpara vetë. Nuk kam nevojë që të pos pata babin apo mamin apo gjyshin apo dajin me PS apo D. Ç'është kjo lloj zgjidhje e tillë. Kjo është ajo që mua vërtet më çaron. Si njeri që jam jashtë. E kupton? Nuk është se i nga Shqipëria se s'kisha të ardhur apo. Ku banon tani? Kjo ti je në shtëpi tani? Në shtëpi jam. Ç'është ky vend i bukur, ke kopësht? Kjo është shtëpia ime, po të dua, është shtëpia ime, mund ta tregoj po të doni, mund ta tek kam në kramatone ta shikosh sa bukur është. Kam qejf ta shikoj shtëpinë. Do habitesh ketrat edhe lulet edhe këtu do të jesh, do thosh çfarë është kjo, si ato Rolling Hills që keni juve. Rolling Hills që keni juve në Shqipëri, da një sekond tek pak. Ja, unë zbanoj në Rolling Hills, nuk e kam ide. Unë e kuptoj. Kjo është makinë e punës, me thënë drejtën. Më fal për koshin e perave. Ka që jo, ai që ka dhe kosh e bukur. Kjo është makina tjetër personale, se tu në Amerikë gjithë secili do të ketë makinën e vet. Po sepse janë distanca atje larg. Janë distanca puna që është, me thënë drejtën, këtu është një pyll vetëm zojë gjon tash. Ti e ke larg shtëpinë? Jo, s'ka gjë, vetëm telefonin, po munde për së gjëri, sepse më... Okej, më fal. Tani e shumë mirë, po. Sa bukur që e ka, kjo është garazhi? Jo, kjo nuk është garazhi, kjo është këtu mbajmë gjithë veglat që kemi, sepse e keqja këtu në Amerikë, tash po e bëjmë si punë atyre. Do të kesh vegla dhe për dimër dhe për verë. Brenda është një traktor për korrbarin dhe dimrit është vegla për të pastruar borën, se këtu ku jemi ne bie shumë borë. Bie borë. Sa bukur sheka. Bjevor është edhe këtu sipër është rapi, unë i them rapin mashkullor. Kush më pyet ndonjëherë ulem këtu përpara dhe ke parasysh shoh, më thënë drejtën, kjo është shtëpia komplet, komshit rreth e qark. Kjo është shtëpia këtu. Dhe për shtëpia është e montan, kjo është shtëpia ime. Kjo është shtëpia jote, po. Fal. Ndërsa përreth janë komshinjt që janë afër teje. Po, komshit, edhe janë larg, afër, me fjalë. Jo, ka goxha hapësirë. Ka goxha hapësirë. Nësa përpara, ta tregoj edhe përpara pak. Kjo është makina e punës që e kam. Nësa përpara është te janë komshit e tjerë përpara. Është zonë, me fjalë, qytet është shumë i këndshëm. Ka e thonë qytet, po nuk është. U shplodha duke parë që ka shumë bukur. Më shpjego pak si janë ato ndërtimet? Si ndërtohen këto? Me çfarë lloji materiali? Çfarë është ajo? Dru. Çdo gjë është dru. A pse dru është? Dru. Do të thonë kjo e bardha që duket si, më duk si llamarin, s'po merra vesh. Jo, kjo është plastik, kjo është veshje plastike për jashta. Do të thënë drejtën, nësa brenda çdo gjë strukturat janë dru. Është komplet shtëpia është dru. Komplet shtëpia është dru dhe e keqja që po tranzjari këtu do gjithë të shtëpia. Shtëpia është jotja? E imja me fjalë, unë e kam blerë me kredi normalisht, sepse të hedhësh lek, është një shumë e madhe lekësh, po me kredi. Ti ke blerë me kredi këtë shtëpi dhe kjo është shtëpia jote, po toka si funksionon aty? Je pronar ti i tokës? Aktualisht, si mbas ligjit, unë nuk e kam tokën, e kam tokën në përdorim. Në përdorim. Unë jam pronar vetëm për pjesën që taj qënë dwelling, pjesa që është shtëpia. Pastaj këte takon, sepse ato janë me ndarje, ajo po ta shikosh në harta e tregon gjithën që është pjesë e tokës time. Për shembull, unë kam topemët që janë rreth e qark, janë kufiri. Kjo është kufiri, për shembull. Nuk mund të vinë njëri dhe të thotë do ngresh shtëpinë këtu unë. Jo, absolutisht. Absolutisht për vetë se absolutisht nuk mund të vjerë. Vetëm po ti e di çmendur. No, s'vjen njëri. Edhe macja po ndjek ketrit. O, sa e bukur. Ajo po ndjek ketrin, do të lozi. Ka ora. Do të lozi me ketrin, asgjë tjetër. Ndjek ketrin. Ketrin zojt. Ullu tani kur të duash ullu që të. Ja, do ullu. Sa bukur. No, është shumë bukur, shumë këndshëm. Këtu Jo, është okej, s'ka problem fare. Mund ta ndryshoni regjistrimin, se nuk e di. S'ka gjë, jemi shumë mirë. Domethënë të pëlqen shumë, je i kënaqur nga... Jo, jam shumë i kënaqur, biles pozicionin që është shtëpia, bashkëshortja ime e ka vetëm 2 minuta larg punën, ajo punon në shkollë.
me fjalë, ajo ka mbaruar punë sociale në Shqipëri dhe tash punon me fjalë në ndihmë të këtyre fëmijëve që janë me probleme në gjimnas. Edhe ajo në zanat vetës. Me fjalë, edhe nusja ime pa bërë asnjë lloj shkolla, asnjë lloj gjë këtu prapë. E pranuan me njerë me... Po. Shiko, këtu një gjë që duhet kesh është gjithmonë kur më pyesin njerëzit kush njerëz të afërt mi, i them gjë e parë do dish anglishten. Por nuk di anglishten, shoku është shumë e vështirë. Sa ajo është baza që të komunikon me të tjerët. Fatmirësisht të dy bashkë unë dhe bashkëshortja ime të dy e dinim anglishtin që në Shqipëri, bilesa kishte mbajtur TOEFL-in që në shkollë. Edhe nuk patëm probleme. Kështu që pjesa tjetër ishte më e lehtë. Dhe ana pastaj tjetra është që të vendosësh të